Kurbani dhe festa e kurbanit është njëra prej çështjeve më parimore dhe kryesore të këtyre 10 ditëve, që është dita e Arafatit, pra nata e Kurban Bajramit, dhe dita e 10 çifti pra që është përmendur në Kur'anin famlart, dita e Kurban Bajramit. Kurbani ka një historik shumë të vjetër në historinë e njerëzimit, bile daton që nga koha e Ibrahimit a.s. dhe që është marrë si tradit në islam si dispozit dhe rregull nga jeta e Ibrahimit a.s. dhe që është përmendur që edhe në kohën e Ademit a.s. dbit e Ademit a.s. Kabili dhe Habili kanë therrur kurban. Kjo është historiku më i madh i kësaj lloj sakrifice që bëhet në emër të Allahut madhruar. Prandaj kurbani si flemë dhe adhurim tek Allahu i madhruar specifikohet në këto ditë të veçanta të Kurban Bajramit, që besimtarët ja dedikojnë një kafsh Allahut të madhruar për ta sakrifikuar në emër të tij, që ka simbolikën edhe të adhurimit, po edhe të afrimit tek Allahu i madhruar. Kurbani pra është një mënyrë e afrimit tek Allahu i madhruar, por edhe e festimit të Kurban Bajramit. Prandaj kurbani ka edhe mënyrat dhe dispozitat se si duhet ne të zbatojmë në krahas asaj që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë si traditë. Çdo krye familjar i cili e bën jetë për ta therrur kurbanin në emër të familjes vet, pra duhet të ketë parasysh edhe rregullat dhe dispozitat e kurbanit që duhet të therret në emër të Allahu xhalla xhelalu. Prandaj kurbani, therrja e tij bëhet në emër të Allahut madhruar në ditë të Kurban Bajramit, që nga dita e parë deri në ditën e 4 në namazin e ikindis. Dispozitat e therrjes janë ato që ne pra i praktikojmë, që therrja të bëhet sa më e lehtë për kurbanin, që kurbani mos të ketë të meta në trupin e tij, të meta fizike, që t'i plotësoj kushtet apo kriteret e rritjes së kurbanit, më shumë se 2 vjet të jetë lopa, më shumë se 1 vjet dhia dhe më shumë se 6 muaj delja apo dashi. Dhe këto janë dispozitat e përgjithshme, por duhet të respektohet pra edhe dispozitat e shpërndarjes që duhet të ndahet kurbani në 3 pjesë. Njashtu edhe mënyra e shpërndarjes në mënyrë proporcionale në 3 pjesë, pra është mirë që klihet edhe një pjesë e kurbanit për familjen, që ta ndjejnë edhe bashkëfamiljarët festën e kurbanit, por edhe të shpërndahet për kojshit, edhe nëse janë ata të një besimi tjetër. Pra lejohet të shpërndahet mishi i kurbanit edhe për jo muslimanët, nëse i kemi fësinj, dhe gjithashtu pjesa tjetër për të varfrit. Kemi dëgjuar shpesh që xhamati bëjmë pyetje edhe a bën që të prejmë kurban për të vdekur. Nëse bëhet njet për të vdekur, duhet të pritet kurbani. Nëse është lënë porosi ose bëhet njet për të vdekurin, duhet të bëhet natën e Kurban Bajramit. Pra 1 ditë para kurbanit, dhe kjo nuk do të thotë që ti e ke krye obligimin e therrjes së kurbanit. Kjo është vetëm sadaka në emër të vdekurit. Kurse kurbani që prehet për Kurban Bajramin fillon që nga dita e parë mas faljes së Kurban Bajramin në xhami dhe fillohet therrja e kurbanëve. Ajo që prehet në emër të sadakas ose në emër të vdekurit, pra nuk quhet kurban dhe nuk i plotson kushtet e kurbanit. Prandaj ne si besimtarë kemi obligim që ta therrim kurbanin në ditë të caktuara, që nga dita e parë e Kurban Bajramit mas faljes së namazit dhe deri në ditën e 4 në namaz të ikindis lejohet periudha që të prehet kurbani. Ai duhet të jetë i shëndosh, pa tmeta, as fizike, por as të jetë i çmendur kurbani, sepse ka lloje të smundjeve të ndryshme, mos të jetë pa ndonjë gjymtyr ose gjymtyrët e thyra ose pa një sy e tjera, por që konsiderohet i shëndosh dhe i plotson vitet që duhet të therret kurbani.
Pra në ditën e Kurban Bajramit, të gjithë besimtarët, kryefamiljarët, mundohen që ta kryejnë një obligim vajib, një detyrë tek Allahu i Madhruar, për t'u afruar tek Allahu i Madhruar më shumë dhe për ta kryer një obligim edhe social, edhe shoqëror, që të festojnë këto ditë të Kurban Bajramit, që të afrohen edhe me të afërmit e vetë, por edhe me të varfrit. Prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka specifikuar ndarjen e kurbanit në 3 pjesë. Një pjesë të ndahet për familjen, një pjesë për të afërmit apo kojshit dhe një pjesë për të varfrit. Kjo është si simbolik që kurbani të jetë mënyrë e përgëzimit dhe e festimit të festës së Kurban Bajramit, që njerëzit të festojnë bashkarisht kudo që jetojnë besimtarët musliman. Prandaj, Kurban Bajrami është njëra prej 2 festave kryesore që besimtarët festojnë pas një kryerje të një obligimi shumë të rëndësishëm, pra obligimin e haxhit. Dhe pas përfundimit të ditës së Arafatit dhe ardhja e ditës së parë të Kurban Bajramit, besimtarët kryejnë detyrën e haxhit dhe fillojnë të shpërndahen nga Arafati në Muzdelife dhe nga në Mina, për të vazhduar edhe 3 ditë radhazi duke i gjuajtur gurt në xhemerat dhe për ta përfunduar obligimin e tyre të haxhit. Prandaj festa e Kurban Bajramit është një festë e cila ka karakteristika të shumta, pra edhe të kryerjes së haxhit, po edhe të shpërndarjes së gëzimit tek të afërmit përmes thërrjes së kurbanit dhe për kushtimit më të madh të besimtarëve për festën e Kurban Bajramit. Prandaj ne si hoxhallar dhe si Bashki Islame mundohemi që të përgatitemi edhe më shumë këto ditë të veçanta, të përgatitemi për festën e Kurban Bajramit, por edhe për organizimin e thërrjes së kurbaneve në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Në gjithë këshillat e Bashkive Islame, të gjithë në punësit e këshillave të Bashkisë Islame, organizohen që amaneti i besimtarëve musliman t'ju shkojë në vend, të kryhet thërrja e kurbaneve në gjitha vendet ku organizohen, sepse dihet që kurbani lejohet të thërret edhe me porosi. Pra ata që nuk kanë mundësi ta thërrin kurbanin në banesat e tyre, në shtëpitë e tyre, mund ta porosisin atë në Bashkinë Islame dhe të kryhet amaneti i tyre në mënyrën më të mirë. Prandaj gjitha këto kurbane, të cilat ja dedikojmë institucionit të Bashkisë Islame, rezervohen për nevojat e medreseve dhe të Fakultetit të Studimeve Islame, por shumica e këtij mishi të kurbanit pra shpërndahet për ata që kanë nevojë dhe për të varfrit në gjithë territorin e Republikës të Kosovës, por edhe jashtë saj.